Edisa. Një duar trokitje erë se jam hoj gjithë shpisa të veprim, edhe shpia e vuri pak në dyshim atë pjesën, por unë nuk jam as qora as budallaqe, dhe ishte një provokim i hapur dhe një provokim goxha i madh, sepse t'ja bësh dikujt, domethënë duke e parë në sy atë që nuk po e bëj sepse nuk kam dëshirë ta përsëris, ishte tmerrsisht e shumtuar. E gjitha kjo ka nis nga një fjalë që unë kam marrë këtu dhe kam thënë e kontraktuar, sepse unë kur kam hyrë kam parë në rrjetet sociale një briken të shkujdesur, një briken shumë fani, një briken shumë open mind, që nuk e ka problem të zhvishet në një emision televiziv, të dalim një crop top për show, që nuk e ka problem të bëj sfilata të ndryshme mode, ose batuta, ose ku di unë, dhe vi këtu, shof një briken totalisht ndryshe nga ajo që unë e kisha parë jashtë dhe ishte bërë virale, duke mbajtur këtë rolin e, siç e kam thënë, Miss Paqja në përbot dhe Miss Nderi i çdo sezoni që është bërë dhe që do bëhet. Çfarë nuk të përputhet Edisa, sepse e kam dëgjuar këtë frazën shpesh këto 4 ditë, Miss Paqja në botë. Po, çdo me thënë, çfarë nuk kupton ti me Miss Paqja në botë? Sepse brikena bën sikur preket për çdo njeri këtu brenda, derdhet edhe në një lot kështu nëpër të, dhe ndërkohë është ajo që sulmon më shumë femrat në këtë Big Brother. Jo vetëm këtu, sepse edhe qa ka pa nga jashtë, ajo gjithmonë ka dalë ai personazhi që tallet dhe bullizon femrat dhe jashtë dhe brenda, kështu që ajo Miss Paqja në përbot mos ta shesi të paktën në të tilla emisione ku del blof siç doli direkt, domethënë në pjesë të parë të Big Brotherit. Brikena? Atëherë Lidian, unë mas pari deshta me nisë me... A mund ta bëj një pyetje? A ishte ai veprimi që ti mohove që bëre? Më falë, pyetjet ti pranoj prej Lidionit, masi që të mbaroj fjalën time. Jemi në bashkëbisedim. Kështu që ti aja mohove të gjithë shtëpisë moj vajzë e dashur dhe nxorre mu gënjeshtare. Nuk ndërpreva kur ke të folën, nëse ke respekt dhe je kaq e edukume, më le të flas. Edukatën unë gjë, në ndryshim nga ty ka diçka, që ti ke ardhur këtu për të dalë ajo nusja që ëndra e çdo vjere. Unë këtu kam ardhur për qenë kjo që jam dhe jam ajo nusja që nuk e kam problem nga e ka lidh shamin vjera, okay? Kështu që unë të paktën jam e vërtet, gjë që ti s'ke për ta pasur, okay? Atëherë Lidion, unë mas pari deshta më janis me Gjesin, unë jam tip që gjithmonë gestikuloj kështu me... O, Brikena! Vish një sekond, a mund të mbaroj Lidion Truten, a mund të mbaroj fjalin time, sepse nuk e ndërpreva, nuk e të folë, që s'te ka mundësi vish me mbaru fjalin time, ashtë e mundur? Po, pa tjetër. Atëherë, unë personalisht, unë si vajzë nuk ja kam bë, unë jam tip që nuk shaj kur dhe nuk ja kam bë kur njeti me asni vajze, asni djali me gisht mesit. Nuk ka gjithë keshin që fse dikush e bën, po unë për veti nuk ja kam bë kur njetën time. Unë jam tip që gjithmonë gjithsekuloj me gjeste dhe me mua dhe bëjnë shaka tjerë që kur kërcej, unë gjithë bëj kështu me gjeste. Kisha ka pa kur në gishta kështu të ndorë dhe po kërcej dhe po bëja kështu. Në asnjë mënyrë unë nuk du që të kaloj që unë i kam bë gishtën e mesit asaj, sepse unë nasni mënyrë nuk ja bëj gishtën e mesit e me merituri përse me ja bë, unë nuk ja bëj dot. Kështu që për këtë gjë unë desha thjesht me sharu. Dhe për gjëra tjera unë jam tip që jemi me i loj, edhe normalisht unë ja kam hedh në i provokim e pranoj, po që unë nuk kam prit që nga ato provokime që ja kam hedh, kjo do me thonë me mi thonë gjitha zezat dhe me prek pika ku unë këta nuk e kam prek. Unë kësa as nuk i kam thonë i ke molzat e bame, as nuk i kam thonë një e bame prej kokës dhe i ke thonë, kemi ka thonë gjitha këtë gjana, mi ka thonë qaj në zezë, kjo mu nuk mjek, kjo thëse mu mjek, kjo thëse i di gjitha gjana të rëthmeje, në qofse dina i gjë rëthmeje, kjo mu ta thotë nuk e kam problem, po thjesht me hedh akuza, najer, gjana që unë për vetën time nuk i kam dëgju kur dhe kjo vjen dhe i flet për gojë saj, unë nuk e shof drejt. Se jemi me i loj dhe unë e kam drejten me provoku. Jo me akuzu, po me provoku, pa e ofendu, edhe pa e bullizu. Kjo mu më ka hedhë, jo vetëm provokime, jo vetëm akuza, po edhe shumë ofendime tjera. Apo të bën Edisa të humbasësh dorimin, Briken? Me sa duket vepra, ajo ka dalë totalisht jashtë vetes me mu. Ka dalë totalisht jashtë vetes. Jo, unë në asnjë mënyrë nuk kam dalë jashtë vetes. Se kujtoj që është një bisedë që ke bërë edhe me Selin këtë, prandaj. Atëherë, unë në asnjë mënyrë nuk kam dalë jashtë vetes, se nuk është se jam çutu bërtit ose i kam thonë ku me di çfarë llafesh. Unë thjesht ja përmendni gjithmonë të mollza se e shoh që aty i djeg. Dhe normalisht jemi me lojë dhe ku e shoh që djeg, unë personalisht jam e lirë të provokoj aty ku djeg. Qartë, Mateo? Provokime.
Kemi një edis që edhe në momentin e konferencës, kur bë pyetje për xhelozin ndaj femrave, ishte vetmja që pohoi dhe po tregon këtu me zot lart që ka një xhelozi të theksuar ndaj Brikenës dhe pozitës së Brikenës në lojë. Që në moment lutem po flasim, që në momentin që hyri filloi sulmet ndaj Brikenës pa arsye. Punjat e veta. Brikena mund të ketë bërë një provokim, kjo ka e provokimeve duke kthyer në ofendime. Ka kërkuar dhe debate të pasnjëshme me mu pa arsye fare, si që dha dhe ki biseda jashtë, i thasha ke gjë personale, a me njef, pas me njef, tu ke koltuku, pa i folfare, më thot mu, emri jot vlen zero, zgjot në krevat, fillon meret me mu, ndërkohë që u debatin e ka me Rogerdin, më ndjek nga mrapa ke tualeti, duke thënë, ti ke akuzu Brikenën për moral, për këte, për ate, ke ule, gjithë të tjera. Kjo vajs ka një edukat shumë të poshtër, dhe në momentin që ndodhi, Gjesi i Gishtit, lutem se po flas, Gjesi i Gishtit, nuk e kuptoj pse duhet t'i kthehet Brikenës, Gishtin bëja këtit, Gishtin bëja mamit tit. Ti era parë dhe fundit, mos zgjidh do pisluqe nga goja me mua, ta marr goja. Atë edukatën e pistë të rregoja që shkja jote. Morë vesh. Jo, se ka thënë atë dhe ka pyet dhe unë. Ma përsërit kur kemi dal nga jashtë ka thënë. Ma përsërit dhe herë kam thënë. Ma përsërit dhe herë. Po pra dhe ke drejt. Kujdes edukatën që tregon. Do me bë debat, ullu bëj debat, ofendimet maj për vete. Vetëm debat me Facebook. Ofendimet maj për vete. Ishin debate. Akuzot dikë që nuk e njeh fare. Mos na ecë për bërë akuza që ti ke pa para i zextrajmeve. Qoftë ke diçka konkrete që shef. Ju jeni të dy peshë. Edhe të dy bashkë nuk jeni mbrapa në për shtëpi. Me kriju debat pa lidhje. E shoh që ti ke ardhur në emision qartë. Po, tregon Edisa, ti ke thënë gjithashtu që raporti mes Mateos dhe Brikenës nuk është i vërtet, sepse ke dyshimet e tua që Brikena mund të ketë një raport jashtë, apo jo? Për faktin se është gjitha e femër dhe është ka moshën edhe i ka gjitha dhe plus edhe këto kontraktimet që ka, do më thënë, duken më tepër si përveç imazhit që do me e rregullu nga imazhi i cili ka hyrë, që tash nuk kam as lloj paragjykimi. Po cili është imazhi? Imazhi i asaj vajzës që nuk ka frikë të shprehet, që nuk ka frikë të ku di unë, domethënë shumë larg saj këtu tradicionale që po na bën këtu. Dhe prandaj ja kam thënë atë komentin që një femër që pretendon që është kaq tradicionale sa Brikena, nuk bën një lifestyle si Brikena dhe nuk vishet si Brikena. Kaq. Një mis s'mund të ketë edukat familjar dhe që tregon. Pra ti thua që një vajzë tradicionale që do që të jetoj në një familje bashkë me vjerën, që do që të ketë një partner për cilin kujdeset, nuk mund të vishet si Brikena. Që është tradicional. Jo, ka bështetur, bravo. Pse, ti vetëm nga kjo gjëja shikon diçka aty brenda mes të dyve apo Jo, nuk ka lidhje kjo pjesa me atë. Këto janë çip drona, Sholedion. Këto që kur ka nar dronat që i bëjnë atë që i tregojnë ato shert sa ka bëj ashtu. E di si është puna këtyre, për inat të vjerët shkova me Mullixhin. Edhe kjo për inatin tim se i kam thënë unë një fik, kjo është afru me Mateo. Kam dhënë 3 përqafime, kam 2 distur, kam dhënë 3 përqafime. Me qenë se nuk kam fam jashtë, po vit bëj Big Brother në këtyre dyve, se Big Brother tim nuk e bëj dot. Ti vajte dashur gjithë karakterin të, vlerat e tuaja, vetit e tuaja, mos të merr me ne nga gjithë ndarë, se neve na gjykon publiku, nuk kemi frikë të shprehemi para publikut, çdo moment doni në shef publiku dhe gjykon publiku, jo xhelozia jote e theksuar ndaj femrës që ti thu një mis nuk mund të ketë këtë edukat familjar, ja ç'e mentaliteti keti. Ky është mentaliteti jot që veshja gjykon edhe sjellja. Ky është mentaliteti jot. Atë po thu. Edisa, a beson ti tek ndjenjat e Mateos, tek pëlqimi që Mateo ka për Brikenën? Siç po ta thoja, këto janë një çift dronash që e panë që publiku po i pëlqen. Po mirë, më shpjego këtë gjë, se ti nuk je as e para, me siguri nuk do jesh as e fundit që nuk beson ke raporti i tyre. Dhe të dyve as nuk i është dritur qerpiku, kanë vazhduar rrugtimin e tyre në kohën e tyre. Se mendon se ti i bën kaq shumë përshtypje atyre, saqë ata kanë filluar këto ditë që ti ke qenë agresive me ta. Ato kanë dhënë 3 përqafime dhe goxha të afërta që Brikena gjatë gjithë. Përqafimet sy ta se vjen Arundi kur përqafohemi. A do më lesh të flas?
Shiko, Mateo, mund ta shikosh edhe kështu këtë gjë. Kështu që siç të thash, për natë të vjerë shkova me mullixhi, për natin tim dhe shpresoj dhe për qefin e vet, ato të bëhen sa më shpejt qif. Unë ja uroj me shpirt, por më duket komplet kundravajtje me këtë gjë. Faleminderit. Stenaldo? Mbaje për vetë mendimin tonë, se s'na intereson. Stenaldo. Qëndrimet e mia janë absolutisht njëjta. Në fakt, shumë fjalë që Edisa ndoshta e thot në mënyrë të tejkaluar për Brikenën, i kam thënë vetë që prej fillimit. Zhgocë impostuar nuk diskutohet, është komplet në vështirësi për të shprehur veten. E ka komplikuar shumë, por shumë marrëdhënia me Mateon. Nuk ka mundur dot të zgjedhë. Domethënë Brikena është në këtë pikën, po mbajta Mateon, duhet më e duru. Po humba Mateon, rrezikoj të humbas Big Brother. Dhe kjo është kjo është e gjithë loja juaj në Big Brother. Se ju në qoftë ju lojë ju nuk keni. E kuptova. Ti ke dalë tamam me ta llogarisut, unë kuptoj që Edisa është lojtare e re dhe më pëlqen shumë mënyra se si ka hyrë me luftat e veta. Nuk është se futën, nuk është se hyra për post kësaj, nuk është se nuk gjeti një luftë të hapur dhe mori pjesë, po vendosi që të merrej me një personazh që sipas saj ka qenë kontradiktor këtu brenda. Unë për Brikenën i kam treguar gjithmonë qendrimet e mia, edhe vazhdoj të kem po të njëjtat, por ama ne patëm një diskutim ku unë e pyeta Brikenën pse Brikena zgjodhi të bënte një veprim që ne kemi akuzuar Inën për të njëjtën arsye. Ina u çua, një sekond, Ina u çua dhe akuzoi Brikenën për operacione plastike, pushon Roger po flas. Vetë me kishtin e 4. Roger. Dhe Brikena zgjodhi ti komentoj po të fluturojnë molzat. Sipas vendimit tim ka 1001 provokime, po ti komentosh dikujt protezat, molzat, hundën, veshin, gjoksin, domethënë tregon që ti po don ta atakosh në një mënyrë indirekte. Dhe i kam thënë Brikenës në një diskutim, i kam thënë që mendimi im është ti mos e bëj rolin ambasadores së paqes, ku tu brenda është mos e natyrshme, her pas here Mateo po flas, her pas here të dalësh nga vetja dhe përballë një personi provokues të bësh edhe më provokues. Pra Selin, edhe ty të duket kontradiktore Brikena që Ledion, unë e vulosa në momentin që e pyeta me shumë sinqeritet që pse u mërzite nga dasma dhe tha erdhi më akuzoi dhe më tha gishtin e mesit bëja motrës dhe mamit Mateos. Kur sapo e pam dhe e vërtetuam që pas ka qenë vërtet. E kanë thënë edhe Mateo, kështu që unë nuk e di, e pyeta Edisën e Edisa, e ke thënë të fjalë dhe sapo ma mohoi. Nëse Edisa në këtë moment nuk u dha, nëse Edisa ka bërë ti vishke. Se tani kur vjen një, domethënë një gënjeshtër është njëra pas tjetër, duhet me dhënë me mulu. Nuk e ka thënë ajo atë. Tani pavarësisht se Brikena pretendon këtë, nuk e ka thënë. E ka thyer 3 herë dhe nuk e ka thënë. Familjes tënde që ta kanë thuar atë gjë. Mateo. nuk e ka përmendur Mateo. Edhe kam thënë, mund të zgjuar dhe e kam pyetur përsëri dhe prap. Pra, dhe është përkthyer kështu me dashje thuat. Po, është përkthyer me dashje. Tani, unë mendoj kështu. Tysh në lojë në ditën e 50-60 është e vështirë. Për hir vërtetës, Edisa bëri një provokim ditën e parë, i cili tërhoqi menjëherë vëmendjen e Brikenës, ku deri më tani për hir vërtetës është në një pozicion komod, është në një pozicion terezie, sepse deri më tani nuk ka pasur kurrë një banor apo banore që të ketë një luftë të hapur, një betejë ku ne të shikojmë një duel edhe të shohim një Brikena e cila del në pa dhe fiton këtë betejë. Tani, Spari nuk mund thuash është provokim kur i thua për molzat, sepse është e njëjta gjë për cilën ne të kemi dhënë ty drejt disa kohë më përpara dhe është ofendim. Tani, po i the për molzat, i ke thënë një koment që vetë ti s'ke dashur të tjerë të ta bëjnë ty. Dhe mos u mqis mbas rolit të fjalës provokim. Dhe unë mendoj që Edisa ka hyrë mirë në lojë, është pozicionuar aty ku ka parë një Briken që po del nga i pozicioni i Terezis që ka krijuar, do me fitu duelin në çdo debat që ka me Brikenën dhe për mua është duke e fituar duelin me Brikenën. Brikena deri tani është mësuar të ri rehat. Dhe kur Edisa fillon t'i prishi rehatin, kësaj bën përshtypje çka kjo me mua, mos ka ajo do me nxjerr për jashtë, do me fitu vet. Domethënë unë nuk kuptoj këtë kur dili për shembull siç ishte në ndomën e rrethimit që çka ka ajo me mua.
ajo do me të zjerë nga pozicioni komod që ti ke krijuar dhe mori një fjalë tënden e cila hyn te ofendimi për mendimin tim, tu përgjigj me të njëjtën monedhë, tani dili për zot për balloje. S'ka qetësim Big Brother. Qetësia është në shtëpi. A mund të them diçka të lutem? Ti mund të thosh çfarë të duash ti dhe unë mund të dëgjoj. Okej, unë dua të them vetëm një gjë. Unë në dhomën e rrefimit thjesht jam anku për faktin që ka desh me boss sikurse unë kam bë gishtin e mesit. Unë tani gishtin e mesit i gonse nuk ja kam bë. Edhe thjesht jam kontrolloj topin me gisht dhe po kërceja kështu me dy duar. Të lutem, është hera e 4 mos gaboj që në për festa brenda shtëpisë unë ju kam parë juve duke kërcyer. Po, edhe gjithmonë kërcej kështu me gishta, kërcej kështu me gishta. Tani flas kështu me gishta, unë gjithmonë. Tani nuk ja kam bë me gishta, nuk ja kam bë në mirë. Nuk e jam pengon shumë, nuk fjalë të tjera, nuk jam pengon shumë. Dhe ja gishta, veç pak, Brikena ta mbaroj, veç pak. Të lutem, tani, veprimi jot me gishta lë hapësirë për të nënkuptuar që e kema atë, se je duke e pa në kokër të syrit. Po kesh duke kuptuar me të kesha për je duke i lujt gishtat në një lloj mënyre ku ka vend për diskutim, për dyshim, më kupton? Ka të drejtë robe me dyshu kur ti i lu gishtat në atë lloj mënyre, më kupton? Ka të drejtë me dyshu. Tani ti sigurisht do thush ashtu se jo, sigurisht do them, se nëse unë ja bëj, unë e them që kam bë. Unë nuk kam pa herë të tjera, unë ke kërcyer që ti gishtat ti mbash në atë lloj forme. Nuk ja bëj, as nuk ja kam bë kur jetën time, as një moshë. Unë nuk e di çka ke bën ti, shiko. Unë nuk e di çka ke bën ti në jetën tënde. Unë di çka bën ti këtu. Kjo është e rëndësishme, unë vetë mbrojt veten time në këtë rast, se kur nuk ja kam bën, nuk e kam pasur qëllim. O Brikena, tani ti edhe për pjesën e nënës që them ka përmend nënën e madhe. Ty gënjeve, sepse nuk ta ka përmend. Ne ka qenë edhe Mateo dhe thamë duke se nxova kështu. Edhe mu duke se nxova kështu, ta bëja tha kështu. Kur flisnin të dy, nuk dëgjoj asnjërin. Kur flisnin të dy, dhe sot kam dhe i problem se më është blloku veshi djath. Nga gjendja gripale, kështu që flisni me radhë, lutem. Nëse ka mundësinë kur kemi dalë prej festës, kjo ka thënë një gjë të tillë, edhe ne Jo, lëre një gjë të tillë. Më thuaj çfarë ka thënë dhe unë them ka thënë se ka thënë. Nuk e di se gjej dhe Mateo thamë duke se thash kështu dhe unë thash nuk e di thash edhe kemi qenë duke ikur bë fol. Tani nuk po ikur të dy. Ti po do të ikësh. Ti po thua tani po thua, më duket se tha kështu. Po më duket se tha kështu. Pra, ata po thonë më duket se tha kështu dhe Elisa po thonë më duket se ta bëri me gishtin. Po ishte i dukshëm. Me më duket është debati atyre ka filluar për Monzat. Ishte sigurt. Të lutem o Brikena, se dole mashtruzo o 100 herë ma ke përmen shko të vjera e ke përmen 100 herë këtë gjë. Edhe në atë moment, Mateo më tha, më nuk e do ti mamin e Mateos për vjerë? A nuk e do ti mamin e Mateos për vjerë? Edhe qa ka të keqe, kush është kjo me përmen? Kush është kjo me përmen nanën e Mateos? Kush është kjo? Dua të dëgjoj pak Monika. Banor, duhet të dëgjoj pak Monikën. Po nuk e ka sharë, më fal, nuk e ka sharë. Po normal çka ka sharë. Se ka sharë ishte kokra yllit çati shashe, nuk e ka sharë që e thu kush është kjo ta përmeni. Se ka sharë. Ka nevojë po për vjerrën e ardhshme. Çati shashe vjerra ishte kokra yllit. Fare me përmend, jo me shas, ka nevojë fare me përmend kjo fare zero. Gjithë aty mrena, kështu që mos u merrni me zanën. Po unë dy gjëra kisha Brikena. Ti kërcen balet klasik? Nashta dhe kërcej. Pa mund të bësh ti bënduar në balet klasik? E ka kështu. Ja, ashtu. E ka kështu, jo kështu. Po pra, tani unë mendova që ti mund kërcej balet klasik, po aty s'kishte balet klasik, aty ishte tekno. Kështu që edhe po të justifikoja që po t'isha duke kërcy balet klasik, ajo çështja gishtit edhe mund t'ishte i çik, po themi, po insinuim ose ndoshta se janë dektem. Megjithatë, Brikena, mua nuk më pëlqen mënyra që ti doje të manipuloje Selinën kundër Edisës, duke i thënë që ajo ka përmendur maman dhe motrën e Mateos. Po mua më duk ashtu se me Mateo që nuk është se unë ja thash Mateo. Mateo më duk tha që nxova kështu. Brikena. Jemi të qartë. E kam pyetur aty Edis, ma përsëri edhe herë çfarë the, kam pyetur edhe në zonë tërfimin, ama ktheni dot jo, kanë thënë. Sepse nuk e ka thënë. Po. Dhe nuk e ka thënë, dhe bravo i qoftë Edisës, që ka qenë konsekuente,
ka qenë lojtare në atë gjë, ju ka vendosur. Pa tjetër, ju ka vendosur ju të dyve. Në faktën janë lojtarë që luajnë drejt, luaj topin drejt. Ta mbaroj unë Ju jeni tu tribluar, disa të lutem. Ju tribloni disa ta mbaroj Një moment. Ndjes, Monika. Unë mendoj që ju të dy, Mateo, bashkë me Brikenën, keni rënë në një komoditet aty. Ajo Brikena pi cigare gjithë ditën dhomë gjumit, i fut një 3 orë, 4 orë tualet, pastaj bën një xhiro, i erdhi Edisa që ja prishi komoditetin, sepse nuk po merresh në njeri me ty, për hir të vërtetës, sepse konflikti kishte në komplet në një pjesë tjetër. Erdhi Edisa, ta prishi komoditetin, dhe ti nuk mund pranove dhe ti e godita atë me një herë ballore, duke menduar se do ta kompleksosh atë me mollzat. Nuk kompleksohet Edisa se janë shumë bukur në televizor, me thënë drejtën, dhe janë jashtëzakonisht bukur. Dhe unë mendoj që nuk ka asnjë gjë të keqe që çdo vajzë dhe grua, ashtu sikurse dhe Ina të sulmoj ty për çështjen e fillerave, botokset e tjerë, unë mendoj që çdo vajzë dhe grua ta mbaroj unë Brikena, të lutem, ta mbaroj. Çdo grua apo vajzë që do të jetë e bukur bën shumë mirë, sepse një grua dhe vajzë që s'ka respekt për veten e vet, kot që merremi pastaj. Dhe tjetra nga ana tjetër, unë mendoj që ti duhet gjesh një argument tjetër për ta përballur Edisën. Dhe argumentat e tua me Edisën mund të jenë në këndvështrime të tjera. As filleri, as mollzat, as protezat, as i gjë tjetër. Dhe as bet 500-çi.